Konkursi për rekrutimin e 33 inspektorëve të arsimit, i shpallur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, pas 3 dështimesh, është drejt finalizimit në të gjitha qendrat e Kosovës. Në komunën e Gjakovës, ky proces është përmbyllur me sukses më 12 maj 2025. Në Inspektoriatin e Arsimit në Gjakovë, zyrtarisht nga kjo e hënë, kanë filluar punën 6 inspektor, të cilët janë rekrutuar në të gjitha fazat. Lajmin e ka konfirmuar inspektori Ndrec Përleshi, duke theksuar se ky zhvillim ka një rëndësi të jashtëzakonshme për rajonin, pasi për vite me radhë inspektoriati kishte funksionuar me mungesë stafi. Normal, sepse rëndësia shumë e madhe që me vitet tona nuk ishte i kompletuar stafi inspektoratit dhe para saj presin dihet që sektori inspektoratit arsimit në Gjakovë përfshin jo vetëm në komunën e Gjakovës, po dhe Rahovecin e Malishev, dhe ka mbi 122 institucione. Sipas Përleshit, në të ardhmen pritet që detyrat të ndahen në mënyrë më të specializuar, duke krijuar ndarje mes inspektimeve administrative dhe atyre pedagogjike. Për momentin nuk janë të ndarë të gjitha punët, edhe administrative edhe pedagogjike do t'i kryejnë inspektorët, por në të ardhmen pritet që të ndahen në administrativ dhe pedagogjik. Që në ditën e parë të punës, inspektorët e rinj kanë nisur me verifikimin e dokumentacioneve dhe jo vetëm, ka shtuar Përleshi. Puna parë vetëm që sot kanë fillu me njëherë në verifikimin e disa dokumentacioneve që kemi pas, që në kanë ardhur nga ambasadat, dhe kuptohet që jemi duke i nda dhe punë tjera që lidhen me verifikim të performancës së mësimdhënësve. 6 inspektorët e rinj në sektorin e inspektimit në Gjakovë janë Ndrec Përleshi, Majlind Ferdulli, Majlinda Doli, Anila Luzha, Agran Halili dhe Krigër Ramaja.